أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل صلاتي وأتم تسليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. S'ka dyshim se të gjitha falënderimet dhe lavdërimet I takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala. Paqja dhe mëshira Allahut Jalla wa Ala që mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasuan rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me të mirë deri në ditën e Kiametit. Allahu tebaraka wa ta'ala I krijoi qiellin dhe tokën dhe krijoi gjithçka që ka në mesin e tyre. Krijoi gjëra të bukura, krijoi gjëra madhështore, e krijoi arshin e tina prej krijesave më madhështore, e krijoi qiellin I cili rrin, qëndron deri në Kiamet pa shtylla. Krijoi krijesa të ndryshme, prej atyre që kanë shpirt dhe prej atyre që nuk kanë shpirt, prej atyre që janë të lëngshme dhe prej atyre që janë të forta, prej atyre që kanë mendje dhe prej atyre që nuk kanë mendje. Allahu tebaraka wa ta'ala bëri mahni të madhe në këtë dynja, duke krijuar gjithçka dhe me një përsosmëri të veçantë, me një përsosmëri madhështore, ashtu qysh I takon lartë madhërisë të tij Jalla wa Ala. Krejt këto I bëri o njeri që të shikoj të këti si krijesë se a do të jesh prej vepër mirëve apo do të jesh prej atyre të cilët ja kthyen shpinën udhëzimit të Allahut, librit të Allahut tabaraka wa ta'ala. I solli Allahu azza wa jall këto krijesa madhështore për ty si argument para se të dalësh para Allahut azza wa jall, para të mirësh në pyetje, para se të mirësh në pyetje se cila është arsyeja jote, para se ti t'japësh arsye Allahu ta humbi arsyen duke tregue ty dhe mu se me këto krijesa deshta me tregue madhështinë e madhe që Allahu te baraka taala e paska. Dhe pejgamberi alayhis salam na tregoi në hadithet e tina se një përqindje e vogël, shumë e vogël, e që Allah azza wa jalla është I pakufizueshëm, një përqindje e vogël e madhështisë së Allahut është treguar në këtë dynjë, saqë tha 1/100 pjesë e mëshirës së Allahut azza wa jalla është në këtë dynjë, dhe me atë 1/100 pjesë Allahu azza wa jalla bëri çuditëra në këtë dynjë, saqë ka disa prej ngjarjeve që robi nuk ka mundësi me I kuptu, syri nuk ka mundësi me I arrit, zemra nuk ka mundësi me I pranu, dhe e gjen njeriun duke rënë të fikt, duke pushue zemra dhe ndjenjet e tina, për shkak se nuk mundet me e përballu një madhështi ekstreme. Me gjithë këtë krijim, Allahu azza wa jall pas ka dash me tregue ty dhe mu o insan që Allahu është I madh, Allahu është I gjithfuqishëm, dhe se në dorën e tij është çështja jam dhe jote. Në dorën e tij është e tërë çështja. O I Fatime, dije se në dorën tem nuk ka kur gjë, o I Fatime, o I bija jam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe vajzës së tij, Fatimes, radiallahu ta'ala anha, I tregoj se
edhe sikur ti t'jesh që je palc, je prej mushknis tem në një hadith i tha, edhe sikur ti t'jesh prej atyre që kanë më unis drejt xhehenamit, Allahu na rujt, unë nuk kam mundësi me të ndihmu vetëm se sa më lejon Allahu te bareke teala. Asgjë më shumë. Për shkak se çështja nuk është në dorën time, atër çështja i takon Allahut te bareke ve teala. Andaj o njeri, të jesh i përulur me Allahun azza wa jall dhe të marrësh mësim prej krijesave madhështore, prej madhështive ekstreme që la Allahun këtë dynja, si ka mundësi që shiu, ret, nata dhe dita dhe gjithë shka që është në këtë dynja nuk guxon me lëviz diçka prej dëshirës Allahut azza wa jall, për vetëm se e gjen insanin innehu kana zaluman jahula, i cili ishte prej zullumçarëve dhe ignorantëve. Allahu azza wa jall edhe për zullumin që mundet me bo dikush, na i solli Kur'anin i cili na jep drejtësinë. Edhe për gjehlin, ignorancën që e paska dikush në zemrën e tina, për Allahun apo për çështjet e Islamit apo për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e solli Kur'anin i cili vjen me një dituri ekstreme, me urtësi madhështore, duke largue gjehlin prej insanit. Dhe jo vetëm kaq, po e përsosi Allahu azza wa jall nimetin, mrekullijen e tij madhështore, Kur'anin, me sqarimet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, njerit më të mirit në fytyrë tokës, njerit më të butit, njerit më të urtit, njerit më të drejtit, njeri i cili nuk i bëre zullum as armikut të tij, e ku më vllau të tij, njeri i cili kur i merrte në bes jo besimtarët, i tha Aliut qëndro aty, edhe pse ata ishin të bu për të vrarë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ishin bo prej gjitha fisëve, ka një djalosh që kur të vritet pejgamberi alayhis salam, gjaku i tij të shpërndahet në përfise dhe hashimitët mos të kenë mundësi të lypin gjak prej ati apo prej ati, sepse nuk dinë se prej kujt të lypin. Gjibrili alayhis salam i tregoi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se do të largohesh, se kështu është puna. Mirë po megjithatë, drejtësia e atij burrit madh, alayhi salatu wassalam, ala Aliun, që të priste për shkak se në shtëpinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ishin amanetet e mushrikëve, dhe ato amanete e urdhëroi Aliun që ti dërzoj tek të zotët e tyre. Dhe kjo ndodhi. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili na i sqaroi kuptimin e Kur'anit, dëshirën e Allahut me ato fjalë madhështore, urtësinë e Allahut te bareke ve teala. O insan, mendoj ato fjalë, meditoj ato fjalë, ndalu dhe lë dhe kryt e tën, mendjen tane për fjalët e më të mirit, fjalët e Allahut azza wa jall. Ai kur s'ja ka huq, dhe kur nuk ja huq Allahu te bareke ve teala. Dhe se çdo gjë që ka vepru Allahu, apo ka kriju Allahu, apo ka prun këtë dynja, apo ka marrë prej kësaj dynjaje, e ka bë me një urtësi, e që atë urtësi ti dhe unë do ta shohim nesër, ditën kur do të dalëm para atij xhelle wa ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na këshilloi me një hadith, të cilin hadith vërtet ne e ndëgjojmë shumë shpesh. Vërtet këtë hadith shumë prej hoxhallarëve, e dietarëve, e nxënësve të dijes, e muslimanëve, e davetxhive, thirrësve drejt Allahut azza wa jall e kanë përmendë. Mirë po, madhështia e këtij hadithi e bën që do të përmendet deri në ditën e Kiametit.
nuk do të ndalet kur përmendja e këtij hadithi. Edhe nëse një hoxh apo një thers apo një alim i cili i njeh çështjet e islamit në përpikmëri, tër jetën e tij t'ia kushtoj këtij hadithi, tër jetën do të flet dhe kur nuk do të mund të ndalet prej mirësive të mëdha që dalin nga ky hadith. Ai është hadithi i zemrës, hadithi i akides, hadithi i veprës tone, hadithi i shpërblimit, apo hadithi i dënimit, hadithi i punës tone, hadithi i mendjes tone, hadithi i jetës tone, i veprës tone. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an Umara radiyallahu ta'ala anhu, nga Omeri radiyallahu ta'ala anhu, qala, tha një ditë, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë, innamal a'malu binniyat, se vërtet veprat shpërblehen sipas niyeteve, wa innama likulli imri'in ma nawa, dhe se vërtet që për çdo person do të ketë ata të cilën e ka pas për qëllim, për synim. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, e kush ka bo hijrat për Allahun dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, e hijreti i tina do të jetë për Allahun dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, e kush ka bo hijrat për dynja që ta arrijë atë, au imra'atin yankihuha, apo për një grua që të martohet me të, fa hijratuhu ila ma hajara ilayh, pra hijreti i tina, shpërblimi i hijretit i tij është për ata të cilën bëri hijrat. Transmeton Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi. Dietarët e muslimanëve janë pajtuar në saktësinë e këtij hadithi dhe e kanë pranuar këtë hadith. Me këtë hadith, Imam Bukhariu rahimahullahu ta'ala e filloi librin e tij Sahihu i Bukhariut. E filloi librin e tij dhe në fillim të librit e shkruajti një khutbe, një hutbe me këtë temë. Pra me temën e këtij hadithi, dhe bëri me dije se anna kull amalin la yuradu bihi wajhu Allahi tabaraka ta'ala fa huwa batil. Pra, se çdo vepër për veprave të mira që vepron robi, mirë po nuk e ka synim Allahun tabaraka wa ta'ala, nuk e ka për qëllim Allahun jalla wa ala, ajo vepër është batil, është e kotë, dhe se nuk do të ketë shpërblim robi për ta, përkundrazi do të mirët në përgjithësi se për kë dhe si e veproi robi atë vepër. La thamarata lahu fi dunya wala fi al-akhirah. Dhe për asaj vepre ai nuk do të ketë bereqet, nuk do të ketë fryt, as në këtë dynja dhe as në akhirat. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي, dhe për këtë arsye tha Abdurrahman ibn Mahdiu, law sannaftu al-abwaba, sikur ta kisha shkruar një libër me kaptina, la ja'altu haditha Umar fi al-a'mal bin-niyyati fi kulli bab, sikur ta kisha shkruar një libër e cila libër do të kishte kaptina të ndryshme, filon kaptina dhe filon kaptina, do ta kisha caktuar hadithin e Omerit radiallahu ta'ala anhu, al-a'malu bin-niyyat, se veprat shpërblehen sipas niyetit, do ta kisha caktuar në fillim të çdo kaptineje, për shkak të madhështisë së madhe dhe vlerës të cilën e ka ky hadith. Dhe po ashtu tha, men arada an yusannif kitaban, dhe kush dëshiron që të shkruajë një libër, falyabda
bi hadithi al-a'malu bin-niyat. Kush dëshiron që ta shkruaj një libër, atëherë let fillon me hadithin vepra që përblehen sipas qëllimeve. Sepse nuk ka një vepër në këtë dynja vetëm se për to ka me pas njetë. Për to ka me pas njetë. Dhe qaj njetë është njeti, është vendi ku i caktohet veprës tona. Ruje وروى عثمان ابن سعيد عن أبي عبيد. Transmeton Uthman ibn Saidi nga Abi Ubaidi, i cili ka thënë: قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bashkoi جميع أمر الآخرة في كلمة. Të gjitha çështjet e ahiretit në një hadith. Men ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd. Kush ka shpik diçka në çështjen tonë, diçka prej asaj që nuk i takon fejes tonë, nuk është prej neve, atëherë ajo është e refuzuar drejt veprusit. Wa jama'a amra ad-dunya, dhe e bashkoi të gjithë çështjen e kësaj dynjaje në hadithin innamal a'malu bin-niyat. Se veprat shpërblehen sipas niyetit, qëllimit të robit. Yadkhulani fi kulli babin. Këta dy hadithe hyjnë në të gjitha dyert, në të gjitha kaptinat e librave. Wa hadha al-hadith, ky hadith madhështor është njëri prej haditheve që rreth ti sillet feja e Allahut te bareke ve taala. Faruja an al-Shafi'i, është transmetuar nga Imam Shafi'i rahimahullah, i cili ka thënë: "Hadha al-hadithu thuluth al-ilmi." Ky hadith është 1/3 e diturisë së fesë Allahut azza wa jall. Wa yadkhulu fi 70 baban min al-fiqh. Dhe ky hadith hyn në më shumë se 70 kaptina të fikhut. Wa an al-Imam Ahmad, transmetohet nga Imam Ahmedi rahimahullahu ta'ala, i cili ka thënë: "Usulul Islami ala 3 ahadith." Bazat, çështjet bazë të Islamit janë mbi 3 hadithe. Hadithu Umar, hadithi i Omerit ky, al-a'malu bin-niyat, se veprat shpërblehen sipas nijeteve. Wa hadithu Aisha, hadithi Aishës: "Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd." Kush vjen me njërisi në çështjen tonë, në fejen tonë, e që ajo nuk është prej saj, prej fejes, atëherë ajo çështje është e refuzuar. Dhe hadithi i tretë, hadithi i Nu'man ibn Bashirit, i cili transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa ai tha: "Al-halalu bayyin wal haramu bayyin." Se halali është i qartë dhe harami është i qartë. Pra kjo është pozita e këtij hadithi në fejen e Allahut te bareke wa taala. Po ashtu transmetohet nga Imam Ahmedi rahimahullahu taala, i cili ka thënë: "Uhibbu li kulli man amila amalan min salatin." Kisha dashur çdo njani, çdo veprues i cili vepron një vepër të mirë, qoftë ajo namaz, au siyamin, apo agjërim, au sadaqatin, apo sadaqa, au naw'in min anwa'il birri, apo lloj prej llojeve të mirësisë, punëve të mira, an takuna an-niyatu mutaqaddima, që të jetë njeti i tina prijes para çdo vepre, fi dhalika qabla al-fi'li, para se të vepron. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Al-a'malu bin-niyat, fa hadha ya'ti ala kulli amrin min al-umur." Tha dijeni o njerëz se pejgamberi alayhis salam ka thënë çdo vepër shpërblehet sipas niyetit. E ky hadith edhe në çështja e niyetit vjen në të gjitha çështjet, në të gjitha fjalët dhe veprat e robit. Wa qala Fadl ibn Ziyad, ka thënë Fadl ibn Ziyadi:
Sa'altu Aba Abdillah, e kam pyet Abu Abdullahin, pra Imam Ahmedin, anin niyya fil amal, për niyetin në vepër. Qultu, kayfa an-niyya? I thash ati, si është niyeti në vepër? Tha, yu'aliju nafsahu idha arada amalan la yuridu bihi an-nas. Para se që ta vepron një vepër robi, le të ndalet dhe le ta shiqon niyetin e tina, le ta mjekon niyetin e ti, e që niyeti të jetë vetëm për Allahun subhanahu wa taala dhe mos të jetë diçka për njerëzit. Pra, të jetë vetëm për Allahun azza wa jall. Kështu është niyeti i pastërt i besimtarit. Pastaj tha Imam Ahmedi, al-a'mal as-saliha, veprat e mira, au fasida, apo ato të këqija, të prishura, au maqbula, apo ato të pranuara, au marduda, apo ato të kundërshtuara, au muthabun alejha, apo ato për të cilat do të shpërblehet me të mirë robi, au ghayru muthabin alejha, apo ato vepra ku nuk do të shpërblehet robi për to. Bin niyat, krejt këto janë për shkak të niyetit. Fa yakunu khabaran an hukmi shar'iyyin. Pra niyeti është khaberi, lajmi për gjykimin e shariatit për veprën tonë. Pra ndëgjoj këtë çështje, sepse është një mësim për jetën tonë. Niyeti yt është gjykimi i veprës tonë. Nëse e ke bo për Allah gjykohet. Nëse e ke bo për dynja do të gjykohet. Wa huwa an salah al-a'mal wa fasadiha bihasabi salah an-niyya wa fasadiha. Se puna e mirë është aq e mirë, apo puna e keqe është aq e keqe sa niyeti është i mirë apo i keq. Nëse niyeti i mirë, puna e mirë. Nëse niyeti i keq, puna e keqe. Dhe tha, ashtu që shta pejgamberi alayhis salam, innamal a'malu bil khawatim. Se vërtet veprat shpërblehen apo gjykimi i tyre në fund është sipas përfundimit. Inna salahaha wa fasadaha wa qabulaha wa adamaha bihasabi al-khatima. Pra, puna e mirë, mirësia e saj, apo prishtësia e saj, apo pranimi i saj, apo kundërshtimi i saj, është për shkak të niyetit. Sipas përfundimit. E çat përfundimin e cakton niyeti. Se a është për Allahun subhanahu wa taala apo është për qëllim dikush tjetër. Pastaj pjesa tjetër e hadithit wa innama likulli imri'in ma nawa. Se vërtet që për çdo rob do t'i jepet ajo të cilën e kishte për qëllim. Realisht nuk është e njëjtë me pjesën e parë. Innama al-a'malu bin-niyat, veprat janë sipas niyetit, janë në gjykim shariatik për Allahun apo për dikë tjetër. Kurse dhe se vërtet çdo robi do t'i jepet ato që e kishte për qëllim, atëherë vjen pas gjykimit shariatik se nëse gjykohet për veprave të mira, robi do të shpërblehet me hajër, e nëse gjykohet për veprave të këqija, robi do të shpërblehet me të keqe, me dënim. E nëse është për veprave mubah, atëherë hukmi shariatik vjen sipas niyetit. E kur vjen hukmi gjykimi shariatik, atëherë vjen edhe shpërblimi. Nëse ka qenë mubah, as halal, as haram, as shpërblim, as dënim, atëherë çështja mbetet në ato të cilën është kanë për qëllim. Niyeti në kuptimet e dietarëve i ka dy kuptime. E para, thanë dietarët e muslimanëve se e ka për qëllim dallimin mes ibadeteve, adhurimeve, sikurse
njeti të gjitha namazet gjatë ditës janë namaze. Sala. Namaz. Mirë po, njeti e dalon namazin e drekës prej namazit e ikindis, namazin e akshamit prej namazit e jacis, namazin e jacijës prej namazit të sabahut. I dalon njeti ato. Pra njëna prej kuptimeve është dallimi i adhurimeve, kurse kuptimi i dytë, të cilën e kanë për qëllim dietarët e muslimanëve, ata të cilët ishin të parët, thanë bi ma'na tamyizul maqsudi bil amal. Është dallimi i asaj se kë e ki për qëllim ti me veprën tënde. Hal huwa Allahu wahdahu la sharika lahu? A është ai vetëm Allahu i cili është i vetëm i pashoq? Am ghayruhu? Apo është dikush tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala? Am illahu wa ghayru? Apo është Allahu dhe dikush tjetër? A është për qëllim me veprën tonë vetëm Allahu azza wa jall? Dhe kjo është e pastërta. Apo është për qëllim dikush tjetër përveç Allahut azza wa jall? Kjo është idhujtari. Apo është për qëllim dikush tjetër Allahu dhe dikush tjetër? Edhe kjo është idhujtari, është shirk në Allahun te baraka wa taala. Shumë prej dietarëve thanë se prej kuptimeve të fjalës nije është edhe fjala al-irada. Fjala irade, dëshirë. Dëshiron insani. E ka për qëllim, ka për njet insani. E ka për qëllim insani. Dhe thanë shumë prej dietarëve se në shumicën e rasteve në Kur'an, fjala nije vjen me kuptimin al-irada, ose fjala irada vjen me kuptimin e njetit. Tha Allahu azza wa jall: merr mësim o insan në veprat e tua kur ti vepron. A e ki për qëllim Allahun Zotin tën, apo e ki për qëllim dika që Zotin tën Allahun e hidhron? A dën me ju nënështru vetëm Allahut te baraka wa taala, apo dën me ju nënështru dikujt që Allahu ata për kur gjë hiç i konsideron? Ata nuk kanë vlerë te Allahu azza wa jall asgjë. E ti do t'ja japësh përgjegjësi para Allahut për gjithçka. Pra, tha Allahu azza wa jall: minkum, prej juve, o ju njerëz, prej juve me yuridu dunya, ka prej juve që e dëshirojnë dynjajën. Wa minkum men yuridu al-akhirah, dhe ka prej juve që e dëshironi ahiretin. Turiduna arada ad-dunya, wallahu yuridu al-akhirah. Ju po i doni çështjet e dynjas, të mirat e dynjas, kurse Allahu po e dëshiron ahiretin. Men kana yuridu al-harth al-akhirah, nazid lahu fi harthi. Shiko se sa i mirë është Allahu me robërit e tina. Dhe në çfarë mënyre u ka sqaruar atyre çështjet. Thot Allahu azza wa jall: kush është prej juve që e dëshiron trashëgëmin, që trashëgëmi për të jetë ahireti, ne kemi me ishtu në trashëgëmi. Nazid lahu fi harthi, kena me ishtu atina prej punëve të mira, prej shpërblimeve në dëshirën e tij. Wa man kana yuridu harth ad-dunya, dhe kush është prej juve që e dëshiron trashëgëmin e dynjajës, e don dynjajën, nu'tihi minha, kena me i dhonë ati diçka prej sana, jo dynjajën. S'ka mujt me marrë dynjajën kërkush. Pra po don me tregu Allahu minha, diçka prej qasoj shumë, diçka kena me dhonë. Wama lahu fil akhirati min nasib. Mirë po, ati që i jepet diçka prej dynjajës, nuk do të ketë për ta pozit e as pjesë në akhirat pasaj. Dhe se robi do të shikoj veprën e tina, se nesër nuk ka mundësi me e mallkue dika tjetër përveç se vetës e ti. Në surët
e Kur'anit e në surën Ibrahim ma veçant, erdhi hutbja e shejtanit që po ungret ka para njerëzve, në një hutbe prej zjarrit xhehenamit, dhe pas ka me hyb në të hutbe, dhe pas ka me ju thonë njerëzve, mos o mallkoni mu, as mos o drejtoni ka unë, me lije nuk kisha une ndë një pushtet që t'ju marë juve, ju kam premtua, ju kam rajt, mirë po ju ishit ata të cilët e keni besu premtimin tem, dhe e keni kthy shpinën premtimit të Allahu subhanahu wa ta'ala. E keni besu e premtimin tem, mirë po nuk kisha ndë një sultan fuqi për juve që t'ju marë apo t'ju shty me zërë në veprim. Ju jeni përgjegjësit e veprave tuaja, kurse ai shejtani është përgjegjës e inspirimit dhe nxitjes për keqe. Pra shikoje, derisa edhe shejtani pas ka me dalë përballë me ty, me mu, me njerëzit, për t'ju tregu atyre se nuk isha unë ai i cili veprova ato. Unë nxita, ju ishit ata që fillimisht i besuat nxitjes të keqe, pastaj vepruat vet në atë vepër e cila ishte e keqe. Në hadithin të cilin e ka nxjerrë Imam Ahmedi në Musnedin e tina, për hadithit të Ibn Mas'udit radiallahu ta'ala anhu, ai nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha pejgamberi alayhis salam, një pjesë e hadithit që t'i kput kont nëse ndales dhe e shikon. Në shumë prej haditheve erdhi se çështja më e lartë e islamit është lufta për Allahun azza wa jall, sakrifica për Allahun te baraka taala. Mirë po shikon në këtë hadith se çka tha pejgamberi alayhis salam, edhe për veprën më madhështore, dhurwatus salam, koka e çështjeve, koka e veprave, wa rubba qatilin bayna as-saffayn, Allahu a'lamu bi niyyatihi. Ndoshta ka prej atyre që janë vra në safin e para po safin e dytë të muslimanëve, Allahu e din se me çfarë niyeti është vra ai. A shikon se sa madhështore është çështja e niyetit. Wa kharaja Imamu Ibn Majah, hadithin të cilën e ka nxjerrë Ibn Majah, prej hadithit të Jabirit radhiyallahu ta'ala anhu, ai nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë: yuhsharu an-nasu ala niyyatihim, do të bohen njerëzit sipas nijeteve të tyre. Wa min hadithi Abi Huraira, dhe prej hadithit të Abu Hurairas nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë: innama yub'athu an-nasu ala niyyatihim. Vërtet që do të ringjallen njerëzit ditën e kiametit sipas nijeteve të tyre. Pastaj hadithin të cilin e ka nxjerr Ibn Abi Dunya prej hadithit të Omerit radhiyallahu ta'ala anhu, ai nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë: innama yub'athu al-muqtatiluna ala niyyatihim. Vërtet që ata të cilët janë vra prej muslimanëve do të ringjallen para Allahut azza wa jall sipas nijeteve të cilat i kishin. Nëse janë vra për Allahun, edhe do të shpërblehen. Mirë po nëse janë vra për dika tjetër, sikur se erdhi në hadithin se për ka je vra ti, ai tha, jam vra për ty o Zoti jam. Erdhi një zot prej qiellit ku tha, kadhaba abdi, se ka rrejt robi jam, sa është vra që ti thuhet ati trim, që ti thuhet guximtar, ajo është thonë në dynja, e ata të cilën e kishte për qëllim, e ka marrë në dynja, e para Allahut nuk i ka me diçka. Andaj, duhet që robi t'i kushtoj një rëndësi të veçantë njetit të tina. Nga Sufjan ath-Thauriu, rahimahullahu ta'ala, e cili ka thënë: ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati. S'kam mjekue, nuk jam kujdes
as s'ka mjeku diçka më të rëndë në vetën tem se sa njetin tem. Li annaha tataqallabu alayha. Për shkak se tataqallabu alayya, për shkak se ai çdo herë ndryshonte dhe u mundonte që të ndryshonte në vetën time. Nga Mutarrif ibn Abdullah, i cili ka thonë, salahul qalbi bi salahil amal. Shërimi i zemrës është me shërimin me veprën e shëndosh, mirë po, shërimi vepra e shëndosh është me njetin e shëndosh. Njeti i sëmur edhe vepra është e sëmur. Njeti i shëndosh edhe vepra është e shëndosh, edhe me ta shnoshet zemra. Tha Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala, rubba amelin saghirin, e sa vepër e vogël, tu'adhimuhu an-niyya, e bëri të madhe shumë atë vepër njetit të cilin robi e kishte në zemër apo e kishte synim, wa rubba amelin kabirin tusaghiruhu an-niyya, e sa vepra e madhe në këtë dynja u bo e vogël për shkak të njetit të vogël të robit që e kishte në këtë dynja. Andaj, njeti pas ka pozit të mahnitshme dhe madhështore në veprën teme tanën, në jetën teme dhe tanën. Mos vepron këtë dynja vetëm se duke pas njetet mira. O ju njerëz, nëse dëshironi me e marrë në përgjësi vetën e juve, në llogari vetën e juve, ku tha Omer ibn Khattabi, llogaritni vetën e juve para se që të llogaritni vetën e juve para se që t'ju llogarit Allahu Azza wa Jall. Llogaritë vetën tonë në njete, se me çfarë njeti ki me dal para Allahut Azza wa Jall. Namazin me çfarë njete ke fal, ligjeratën me çfarë njeti e ke majt, ligjeratën me çfarë njeti e ke ngu, diturin me çfarë njeti e ke fitue, davetin me çfarë njeti po e bën, sadakon me çfarë njeti po e jep, apo e jep sadakon me të pa njerëzit dhe me të arrej shpinën e me të ngrit emrin, apo po e jep sadakajën me e knaq Allahun e me të bo prej xhenet live. O ti i cili jep sadaka, dije se nuk ke dhanë diçka në këtë dynja vetëm se Allahu Azza wa Jall ta ka shumu me të madhe në ahiret, dhe do të befasohesh me ata që ka përgatit Allahu për ty, nëse ti nuk e humb me ndryshu njetin tën dhe me të humb shpërblimi, me të humb befasia, surpriza para Allahut Azza wa Jall. O ti i cili e fal namazin, o ti i cili jep zakatin, o ti i cili e agjeron Ramazanin dhe agjeron nafile, o ti i cili jeton këtë dynja për Allahun, jeto me njetin që do të takosh Allahun Azza wa Jall, ai duke qenë i kënaqur me ty, sepse ata që e ki për qëllim këtë dynja, ki me marrë të Allahu Azza wa Jall në ahiret. Pra, jeto që do të takosh Allahun e Allahu, me qenë i kënaqur me ty, edhe do të gjesh Allahun Azza wa Jall të kënaqur me ty o insan. Le të jetë Allahu i madh në njetin tënë, le të jetë Allahu një i vetëm në njetin tënë, dhe mos veprat në këtë dynja për dika tjetër, për shkak se ajo e cila veprohet për dika tjetër është e kësaj dynjaje. E nëse është e kësaj dynjaje, atëherë Allahu na i bëri me dije se kullu men alejha fan, se çdo gjë që është e kësaj dynjaje do të shkatërrohet. O yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, dhe do të mbetet vetëm fytyra e Zotit tënd të madhreshëm. Andaj merre në llogari veten tënde në njetin tënd. Dhe le të jetë njeti yt jeta jote, e jeta jote le të jetë vetëm se për Allahun, prej Allahut dhe në nënshtrueshmëri të Allahut te bareke ve taala. O Zoti jon, na i mundso që në zemrat tona të jesh vetëm ti. Në qëllimet tona të jesh vetëm ti. O Allahu jon, mos na le që të flasim
duke pas për qëllim diçka tjetër e jo ftyrën tane. Mos na lë që të veprojmë diçka duke pas për qëllim dika tjetër e jo ftyrën tane. O Allah, na bë të lumtur në këtë dynja dhe të lumtur para teje në ahiret, me njete të mdhaja, me njete madhështore. O Zoti jon, ata të cilët ishin para nesh, vepruan vepra madhështore, na nuk kem mundësi me i arrit ata, për shkak se ata i kishin njete të mdhaja. Na i mundso që tu përngjasojmë atyre në njete dhe vepra. O Allahu jam, mos na merr në ahiret pa na i pastru zemra dhe njetet. Mos na merr në përgjësi për shkak të veprave të këqija dhe harameve, gabimeve tona. O Allahu jon, na përmirëso aty ku kem gabue, na përmirëso aty ku ja kem huq, na fal aty ku kem gabue, dhe na i mundëso që të pendohemi me një pendim të sinqert në këtë dynja. Na i mundëso që të takojmë ty duke qenë i kënaqur me neve. Na i mundëso xhennetin si shpërblim për veprat tona. Na i mundëso xhennetin si shpërblim për sabrin ton. Na i mundëso xhennetin si shpërblim për njetet e mëdha që kishim. Na i mundëso xhennetin dhe takimin me ata burrat mëdhej, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me njerëzit e mirë, sahabët, dhe me shahidat, me ata të cilët ishin edhe prej mesit ton. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.